në shërbim të shkafit. Shërbim vendit është shërbim vendit i bën mos me elan me i kontrollu tërësisht institucionet. Shërbim i matë madh vendit nuk i bën kërkosh se me pengu në rrugtimin e tina me u shëndru në sundimtar të Kosovës. Gjithë ata sundimtar, po absolut, ky dën me kontrollu, ky flet edhe me kompetencë për prokuror cili duhet me konë, cili duhet me konë gjykas, që apo i bojnë radio televizionit publik të Kosovës. Gjithë gazetarët profesionistë përlargohen gradualisht presioni i shtetit me kriju propagandë për regjimin me inteligencë artificiale. Po kjo është merë çka po i ndodh këtij veni. Mirë po, pra ata njerëz që ma kanë dhënë votën, nuk ma kanë dhënë votën për me ja bo kvorumin Albin Kurti, ma kanë dhënë me shërbim venit dhe partisë teme. Me asë njonën, me ja bo kvorumin Kurtit, në atë mënyrë, asë nuk i shërbej venit e hes partisë. A do të ishte logjikshme zotri Arifi që të bëjë një marrëveshje e cila do të niste që në start, pra do të përfshinte si në një lloj pako zgjidhjen e kuvendit qeverisë presidentit. Në parim i çdo është mas pari më zgjedh presidenti. Mas pari çdo është më zgjedh presidenti, se unë ligjërisht nuk e di se si mundet që ish të pas parasysh pozicionin e presidentit aktual, nuk e di qysh ai mundet me zgjedh tash prapë kryetarin e ri, kryeministrin, qysh më dhon mandatin, është një situatë bukur absurde. Presidenti është dashur me zgjedh, po këta nuk duan ashtu, këta duan që s'pari të zgjedhin kuvendin, të zgjedhin kryeministrin e pastaj të bëjnë hajgare me Kosovën 2 muaj ditë, të fton kush nëse i shkojnë me shku me pikaf atje me fol për revolucionin francez ka 2-3 orë, e me thonë tani kem pas takime shumë të mira, dialogu vazhdon dhe ditën e fundit me pas ato filmat që i patëm në seancën e kuvendit që jo opozita s'po bashkëpunon, jo po bashkëpunon. Mira ka qenë javën e parë mas zgjedhjeve, me pas një marrëveshje. Çfarë do marrëveshje me cilën do parti opozitare, po që ja garanton kvorumin dhe e garanton procesin me vazhdu përpara. Kosova është të metë mbrapa. Mirë po, e kuptoj tërësisht çdo parti opozitare që nuk do me ju nështru